Ambasador, ç'po ndodh? Trump ka hequr mbrojtjen tuaj nga shërbimi sekret. Pse? E të mërshme, realist. Jo vetëm me ju, por edhe me Mike Pompeo. A është një sinjal për të gjithë ata që do të punojnë për të? Davos është një klub i njerëzve që e mbajnë veten të zgjuar, që nuk janë të votuar, nuk janë të zgjedhur. Është një ëndër utopiane në një vend idilik në Zvicër për të treguar se ata komandojnë botën. Mar-a-Lago u kthye si Meka e oligarkëve amerikanë, shkonin si haxhi atje për të gjunjëzuar përpara presidentit Trump. Të nderuar miq, mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus. Presidenti Trump ka folur për Golden Age, Novus Ordo Seclorum. Ka qenë fraza latine, e cila është në vullën e shtetit amerikan në 1777, është një frazë latine mbas Augustit të Madh për të sjellë një epokë të artë në pranorinë romake. Pra Trump këtë radhë kërkon që të lërë gjurmë në histori. Kërkon Golden Age. Dhe Trump, kur thot diçka, e thot me dhjetra dhe me qindra herë, se është mjeshtër i fjalës dhe di se si ti adresohet emocioneve të pasuesve të tij. A ka një paralele me dikën tjetër? Statura e presidentit Trump, i cili kërkon të hyjë në histori, i cili kërkon të jetë si Reagan, Lincoln, por edhe si Washingtoni. Ka një paralele mes asaj që thot ai, premtimet për Golden Age, me kamelotin e Kennedyt, presidentit demokrat, me të cilin ka shumë përbashkëta. Në fakt, Kennedy, kameloti, sodi ullet më dhatë taksave dhe arriti të kishte një mbështetje të madhe popullore. Këtë synon dhe Donald Trump. Natyrisht që në fjalën e tij të fundit, gjatë inaugurimit, ishte shumë brutal ndaj presidentit në hikje Biden. Fjalimi i tij u shkruar 10 herë. Dhe siç e tha dhe vet, më ndaloi J.D. Vance dhe Melania që të isha më i shashpër. Presidenti Biden mund të ishte quar nga ceremonia dhe tikte dhe të ishte diçka që s'kishte ndodhur kurrë. Natyrisht që i meriton të gjitha ato që tha zoti Trump. Por duhet respektuar zyra e presidencës. I patë se ishin të gjithë gjatë kohës që fliste Trump, Kamala Harris ishte si një kur, nuk regonte fare, Biden si gjithmonë out. Obama, shpotitës, madje ka një batut kur i thot presidentit Bush që çfarë mund të bëjmë se si ta ndalojmë këtë, por kjo nuk ndalon. Trump këtë radhë është kthyer i përgatitur. Ka 800 emrime politike gati. Herën e parë, vetëm 500 emrime politike kaloi në Senat. Po ndodh diçka, ka dhënë urdhër që 20 zyrtarë të lartë Departamentit Amerikan të Shtetit të japin dorëheqjen. Ndër këta nuk janë thjesht emrimet politike, po dhe disa të karrierës, si Donald Lu, i cili ishte një nga 6 emrimet më të larta. Në fakt, më parë të gjithë që ndronin në postet e tyre, edhe emrimet politike, derisa nominimet e presidentit kalonin në Senat, dhe kjo merrte me muaj të tërë. Nuk do kështu, do të vej acting, njerëz në detyrë nga maga. Çfarë do të ndodh me Donald Lu? Ka 2 opsione, ose do të dalë në pension i madh, ose do të pranojë një detyrë tjetër brenda departamentit, por grada e tij kërkon vetëm ambasador. Është një komision me 5 vetë që caktojnë ambasadorët e karrierës. Trump e ka kaluar numrin e ambasadorëve të politikës. Shqipëria nuk bën pjesë këtu. Ne e dim.
Siç që kam thënë, Departamenti Amerikan i Shtetit ka 25.000 deri 27.000 punonjës dhe emërime politike janë vetëm 200. Trump kërkon më shumë. Javën e fundit kur u largua, kaloi një urdhër ekzekutiv, Schedule F1, ku mund të bënte emërime politike më shumë, rastisht në departament, pra të ketë mundësi që të pushoj, të shkarkoj dhe të emëroj. Por kjo mund të shkoj në gjykata, ky urdhër ekzekutiv është firmosur përsëri. Pra në qoftë se në departament ka 200 emërime politike, ai kërkon më shumë emërime politike se kaq, dhe ka drejt. Marrim rastin e Donald Lu, i cili është i shërbimit karrierës. Nuk është emërim politik, por ka një post të lartë politik si asistent sekretari, drejtori i byros të Aziz, dhe nuk është i vetmi. Trump vetë jo, por ata që kanë përpiluar në bazë të projektit 2025 janë treguar të zgjuar, sepse ka shumë emërime në departament shtetit, por dhe në vende të tjera, ai deep state, janë persona që merren me politikë bërje, me krime politike ashtu mëdha, pra janë njerëz politik që ndikojnë kudo në botë dhe duhet të jenë emërime politike. Dhe me F1, Trump synon që të ketë 50.000 emërime politike. Kështu MAGA do të arrit kontrolloj. Ndryshe jo. Menjëherë kanë qenë urdhrat ekzekutiv, të cilët janë të përkohshëm, përpara se të kthehen në ligje, do të ketë hapje gjyqësh, siç ka qenë në Federata e Unionëve të Administratës, ndaj asaj që zoti Trump kërkon që të gjithë punojnë në zyrë dhe jo nga shtëpia, që ndodhi me Covidin, dhe ka drejt, dhe nuk dihet se si do të shkojnë të gjitha. Dihet që shumë gjyqtar federal janë të majt liberal. Ajo që ka krijuar një shije të keqe edhe të vetë republikanët është falja e më shumë se 1500 vetëve të atyre që morën pjesë tek ajo që u quajtur kryengritje për të përmbysur pushtetin në 6 janar. Trump e motivon se ata kanë kryer viteburgu dhe nuk duhet të dënoheshin. Por disa prej tyre kanë kryer akte të dhunshme ndaj oficerëve të policisë, atyre që mbronin, dhe kjo sjell probleme, se nëse pushteti u transferuar paqësisht nga Biden te Trump, pikërisht këta njerëz synuan që kjo të mos ndodhte 4 vite më parë. A e dëmton kjo Trump? Mendoj se po. Ai kërkon që ta zhduk nga historia ato që ndodhi në 6 janar. Kjo nuk ndodh. Ishte diçka që goditi imazhin amerikan, mbas pretendimeve të vjedhjeve të zgjedhjeve, të cilat nuk u provuan gjykata. Trump kishte kohë nga zgjedhjet në nëntor deri në janar të niste një hetim nga Departamenti i Drejtësisë për të provuar vjedhjen e zgjedhjeve, nuk e bëri. Në fakt, fjalimin e tij u fol në gjuhë politike me urrëtie brutale, ndaj nuk u përmend sistemi i shkatëruar i sigurimeve shëndetësore, sistemi i shkatëruar i strehimit, pra nuk u fol për amerikanin e thjesht. Duket se është në ndikimin e miliarderëve, donatorëve të mëdhenj, dhe kjo gjatë rrugës do ta dëmtojë, sepse ata që votuan ishin klasa e mesme, amerikanë të thjesht, nuk ishin fëmijët e tij të llastuar, të cilët i vendosën në një tribunë si tribunat e Enver Hoxhës dikur, dhe kjo krijon shije të keqe. Pra Trump e shikon partinë si pronë të tij. Fitore ishte e madhe, por janë republikanët, ata që e kontrollojnë këtë parti, partinë e Reaganit, McCainit, dhe Trump duket se do të jetë hakmarrës. Ka hequr portretin e shefit shtabit, i cili në fakt ka qenë i egër, duke cilësuar dhe si fashist, por me protokoll kjo nuk duhet të ndodhë. Ka hequr rojet e Secret Service për ambasadorin Bolton, i cili me disa vendime gjykatash ka jetën të rrezikuar nga iranianët që kërkojnë të vrasin. Kështu është Pompeo, kështu janë disa këshilltarë tjerë të sigurisë kombëtare dhe në Amerikë dikush që punon për shtetin amerikan dhe kërcënohet jeta gjatë gjithë jetës mbrohet. Pra Trump i tregohet i vogël. Bolton do më thoshte që ai ishte një fëmijë, 11 vjeçar ose 10 vjeçar. Por fitoria është aq e madhe sa ai ka të drejtë bëj ç'do. Ambasador, ç'po ndodh? Hi, Ambassador. Trump ka hequr mbrojtjen tuaj nga shërbimi sekret. Pse?
e të mërshme, realist. Dhe jo vetëm me ju, por dhe me Mike Pompeo. Është një sinjal për të gjithë ata që do të punojnë për të në këtë administratë? Nuk e di, është një lajm jo i mirë. A mendoni se ai realisht kërkon të tërhiqet nga NATO? Sepse po kërkon 5% të GDP-s dhe kjo është e paralizueshme, apo jo? Është interesante që pse ai zgjodhi 5%, aq kanë qenë shpenzimet ushtarake në kohën e Reagan. Për Amerikën, është objektiv realistik lidhur me kërcënimet që përplasemi sot qark botës. Por kërkesa ndaj vendeve të NATO-s tregon iluzion se njerëzit mendonin se Europa po shkon te 2% dhe çdo gjë po shkon mirë fare. Kjo shkon tej çdo parashikimi që ka bërë çdo ministri i mbrojtjes të vendeve të NATO-s, me përjashtim Polonisë dhe vendeve të Balltikut. Pra tani ka një tjetër arsye për të dalë nga NATO. Është shumë interesante. Të gjithë qeveritë e vendeve të NATO-s duhet ta marrin seriozisht. Ta kuptojnë se është në interes të tyre, jo të Amerikës. Në fakt është dhe në interesin e Trumpit që të mos tërhiqet nga NATO. A ju përpoq në Bruxelles në vitin 2018 ishit ju në takim Pompeo dhe Keith Kellogg, këshilltari për Ukrainën tani? Në atë mbledhje nuk ishte Kellogg. Ishte sekretari Mattis. Keith Kellogg prej shumë kohësh ka qenë negativ ndaj NATO-s. Nuk shikoj arsye që Keith ta ndrojë mendimin në këtë administratë. Njerëzit e kanë të vështirë të besojnë se një president amerikan do të përpiqet të tikte për NATO-s. Është shumë e vështirë ta besosh, po përveç se me Trumpin kjo mund të ngjas. Ama është shumë mirë që si sekretar shteti është Rubin, se ai e ka mbështetur NATO. A ka ju fuqi që të përballet me Trump? Pas votimit për Hexas, dhe shikojmë bashkëpunimin Rubin me të dhe me këshilltarin e sigurisë kombëtare. A do t'i japin ata opinionin real, apo do t'jenë yes men? Fatkeqësisht është kjo që do në Trump nga ata, jo thjesht besnikëri, por për ulje. Unfortunately, exactly what Trump wants. He doesn't want loyalty, he wants fealty, he wants submission. Çfarë do të ndodhë me Kosovën, ambasador? Tani kemi Grinell që mund vëhet edhe i dërguar për Kosovën. A mund të kthehemi mbrapsht te ideja e shkëmbimit të trojeve? Dhe çka është pozicioni i Trumpit pro Serbisë apo çështjes shqiptarëve? Në mandatin e parë ishte një përpjekje. Well, it's a good question. I think in the first term there was an effort. I participated in it when I was at the White House. Grinnell did to see if we could get this question resolved. I think for the overall stability of the Balkans, it's critical that at some point it be resolved. It's an obstacle to a lot of progress. Whether Grinnell will get interested in it or not, I don't know. He Ai është nga Kalifornia, mbase është atje si dërguar special për Kaliforninë. On Friday, he's from California originally, so maybe he's special envoy to California first. That's his top priority. Është e vështirë të them se ku tjetër do të fokusohet ai. Given his experience, nga përvoja që ka, do të surprizohesh apo të mos përfshihej Grinell në Kosovë. Fokusi primar i Trumpit në teatrin evropian do të jetë lufta në Ukrainë. Gjërat që ka thënë janë kontradiktore. Unë nuk jam i shqetësuar se çfarë do të ngjas në Ukrainë, por më shqetëson fuqia që Putin ka ndaj Trumpit. Dhe kjo do të jetë në disavantazhin e Ukrainës. A janë të rëndësishëm përveç të Trumpit, Grinell dhe Kushner? A i dëgjon realisht Trump ata të dy? Sepse të dy janë përfshirë në lidhje financiare të ulta në Serbi dhe në Shqipëri. Dhe thonë se ne mund të bëjmë çfarë të duam atje. Për Kushner, çdo gjë është veç te fitimi i investimeve. Pra, transakcion. Ashtu siç është për Trumpin gjithmonë. Gjithçka është para. Trump e dëgjon atë.
nuk kam asnjë dyshim. Se sa shumë dëgjon Grinell, nuk e di. Në vitin 2016 një reporter e pyeti Rudy Giuliani, a të dëgjon Trumpi ty? Asked by a reporter if Trump listened to him, and Giuliani paused and said, yeah, about 20% of the time. Është I pas dhe tha vetëm 20%. Special envoy means? Çfarë është një dërguar special? A raporton te Rubio apo do të ketë zyrë në West Wing në White House apo një zyrë në Departamentin e Shtetit? Nuk e di, dhe askush nuk është I qartë. Ka një lloj spekulimi, por ai dhe Kellogg do të kenë një zyrë në ndërtesën ekzekutive, aty ngjitur shtëpisë së Bardhë. But who they report to is really ambiguous. I mean, Rubio's in a very difficult position. I've written about how Trump has made so many appointments to positions that never existed before. Trump ka krijuar shumë pozicione që nuk kanë ekzistuar më parë. Dhe nuk është E qartë a është konsultuar me Rubio më parë. Dhe Rubio do ta ketë shumë të vështirë për të mbikëqyrë të gjithë këta të dërguar special. Supervision over all these envoys. Trump po kërkon atë schedule F1 për të pasur më shumë emërime politike. Departamenti I Shtetit ka rreth 200 emërime politike. A mund të shkojë Trump më shumë se kaq në emërime politike? Departamenti I Shtetit ka më shumë emërime politike se sa shumica e të tjerëve departamente, sepse shumica ambasadorëve janë emërime politike. Departamenti ka 70.000 vetë. 200-250 janë emërime politike. Numër shumë I vogël dhe shumica në Washington. Burokracia e departamentit, e kam thënë me kohë, kërkon një revolucion kulturor që të përshtatet në administratën e re. Rubio kupton këtë se ka qenë 14 vjet në Senat në Komisionin e Marrëdhënieve e Jashtme. Testi për Rubio është si menaxher. A do t'jeni zoti ta bëj? Do t'jeni vështirë, por duhet bërë reforma. Nuk ndodh për 4 vjet. Duhet më shumë kohë se kaq. But the test for Rubio and his team at state will be, as managers, can they actually get it done? And it will be difficult. And the reforms that need to be made won't happen in any 4-year period. It'll have to take longer than that. Në inaugurim pam gjithë farë njerëzish, Meloni, është një shenjë mirë për europianët mbase se është e djathtë duke spostuar Macronin, Scholz. A ka influencë Melania te Trump? Duke ardhur nga ish Jugosllavia, nga ato afro atyre zonave, do të ndikoj për ato. Nuk e kam dëgjuar të shpreh opinionet e saj politike. E jema I ka vdekur dhe kam parë gjithkund teatrin në ceremonitë. Nuk e di se çfarë I thot do Trumpit, por Melania është ndikuese, sidomos për ato zona nga jo vjen. Kina dhe Rusia janë të egërsuar me Trump. A është një shenjë se Trumpi po bën diçka të mirë, drejt? E para ka rëndësia lidhje me Putin. Putin thotë që ka qenë I hapur për një telefonat, për një nisje bisede. Çuditëm se si nuk e ka marrë Putin iniciativën. Por ai nuk do të jap lehtësisht, nuk do të rriqet nga asgjë. J.D. Vance ishte I qartë gjatë fushatës të krijojmë një zonë të demilitarizuar në Ukrainë, të mos hyjë në NATO. Kjo do të ishte fitore e Rusisë. New demilitarized zone. Ukraine agrees not to go into NATO. That's a Russian victory right there. Xi Jinping është në një pozicion më të mirë. Trump thotë se do të shkojë të vizitojë Pekinin, ka dëshirë ta presin në ato mbrëmjet e mëdha komuniste. Trump ndryshoi 180% me TikTok. Disa vjet më parë ishte kundër, tani kërkon ta shpëtojë. Muzikë përveç të kinezëve. Against it very much a few years ago. Now he's trying to save it. So that has to be music to the Chinese ears, and I think that Trump's desire to have the biggest Trump ka dëshirë të madhe tek një marrëveshje e madhe tregtare në histori, ndaj është I hapur ndaj Kinës. Ambasador, a keni qenë ju thellësisht I përfshirë në bisedimet për marrjen e Groenlandës? Dhe a beson se vërtet do të bëhet pjesë Amerikës? Po, në vitin 2019 isha thellësisht I përfshirë. Amerika ka interesa të forta të sigurimi atje. Duhet I mbajmë jashtë kinezët dhe rusët. Groenlanda është më afër Amerikës se sa afër Danimarkës. Është më afër Washingtonit se sa Copenhagen.
Amerikanët donin ta blinin në vitin 1867, atë vit që ne blem Alaskën dhe Rusisë. Atje e blem, ja blem Groenlandën. Groenlandën ja blem nga Danimarka, por Senati nuk e ratifikoi këtë traktat të blerjes. Në luftën e dytë botërore, Roosevelt i dërgoi marinesat në Groenland për të mbrojtur varganin e anijeve ushtarakë në Atlantikun Verior. Askush nuk duhet ta nënvlerësojë se sa rëndësi ka Groenlandi. Do të jemi lumtur që ta kemi sovranitet të plotë ndaj Groenlandit. Nuk është e mundur, por ka rrugë të tjera që të rrisim sigurinë e Amerikës, mund të jetë një Commonwealth, por duhet të sillemi me respekt ndaj tyre, me respekt ndaj qeverisë lokale, me respekt ndaj Danimarkës. Nuk duhet folur hapur që t'i vëmë në vështirësi ato qeveri të zgjedhura në mënyrë demokratike. Nuk duhet lëmë një zbratësi në Arktikun Verior, se Arktiku ndahet nga Rusia, Danimarka, Norvegjia. The Arctic Circle is surrounded by Russia, half of it, the US, Canada, Denmark, and Norway. We don't want a hole on the NATO side of the Arctic Circle. So very significant for everybody. Let's do it behind closed doors. Ambasador, lutemi për sigurinë tuaj. Thank you, Robert. Well, thank you. I appreciate that very much. Have a nice day, sir. Okay, take care now. Sa ai ka të drejtë bëj çdoj. Diçka që vlerësohet është menjëherë dërgimi në shtëpi me pagesë të atyre që punojnë tek zyrat e DEI, Diversity, Equality, Inclusion. Pra diversitet, barazi dhe përfshirje. Këtu të futen transgenderët, LGBT-t me kota, afrikan-amerikanët, aziatikët, nuk do të ketë më në shtet. Kanë filluar dhe kompanitë të mëdha amerikane. Ideja që do të ketë vetëm dy sekse, mashkull dhe femër, po zbaton ato që thanë fushat, ka drejt tërësisht, por provokon demokratët. Siç do të thoshte Bill O'Reilly, ai vdes që të jetë provokator ndaj demokratëve. Sa më shumë ta urrejnë demokratët, aq më shumë e dashurojnë mbështetësit e magës. Dhe demokratët vdesin për shumë gjini, jo mashkull dhe femër. Ka të në urdhër tek Blinkeni që pasaportët diplomatike mashkull dhe femër, të mos ketë pasaport për burrat e gejve ambasador, mbase këtu do të qaj shumë Grinell, dhe këtu ka shumë drejt. Është marrë me emigracionin, ka kërcënuar për tarifa në një shkurt, edhe për Europën, edhe për Kinën, edhe për Kanadan. Fjalorit të i politik për Panaman, Groenlandën, ka drejt. Natyrisht që kërkon të jetë një president i madh, të shtoj territoret amerikane, dhe bufatoria e presidentit Banamas, i cili është në Davos, nuk ka vlerë. E mbani mend se si e arrestuan dikur Noriegën e Panamas. Ai kanal është ndërtuar nga amerikanët, nuk ka pse ta kontrollojnë kinezët. Me Groenlandën ka modalitete të ndryshme, por amerikanët e shikojnë si zonë të interesit tyre dhe në një mënyrë apo tjetër do ta marrin. Trumpi ka friksuar të gjithë. Askush nuk e di se si do të sillet. Rubio u aprovua menjëherë. Senatin nuk do të dalë kundër tij. Kongresi jo. Ka gjykatën supreme, që ka 6 konservatorë, por ka shumë armiq tek gjykatat federale, ku janë të majtët liberal. Beteja gongu ka rënë, beteja ka nisur. Trump nuk po flet ende për inflacionin, por për naftën do të fillojnë çmimet e puseve dhe kjo synon të uli çmimet. Për Ukrainën, pa të thënë që ditën e parë do të vihet paqja, nuk është aq e lehtë, por e ka thënë thjesht asnjë ndihmë, asnjë dollar për Zelenskin. Dhe nëse Putin nuk bie dakord për paqen, pra për një marrëveshje, do të ketë tarifa edhe ndaj tij. Pra, Trump po skërmit dhëmbët edhe për Putinin. Dhe prallët se kontrollohet nga Putini, kontrollohet nga mafia e Putinit, nuk ekziston. Sinjale alarmi janë për NATO. Kërkon 5% GDP-s, është e pa realizueshme. Vende vetëm, siç thotë ai afër kufirit me Rusinë do ta bëjnë, dhe kjo krijon probleme edhe për në Ballkan. Dash Zoti mos ketë shumë pushtet Grinell dhe dhëndri mediokër, i lastuar Kushner. Nuk na dëmtoi 4 vite më parë,
besoj se nuk do të na dëmtoj përsëri. Dhe ajo që na bën optimist është që Trump mbështet të djathtën, e shikon veten si kreu pan-perëndimor kundër elitës liberale të majtë. Ndaj ftoi Melonin, presidentin e Argjentinës dhe disa figura partisht të djathta nga Europa. Me protokoll nuk lejohet asnjë huaj të vinë në inaugurim. Por Trump është Trump. Përsa i përket figurinave nga Ballkani, duhet të saksoj diçka. Tek tribuna e madhe, kush kishte bërë donacione nga $1 milion, ishte aty. Ndaj ishte Zuckerberg, Musk dhe Bezos dhe të tjerë. Sepse funksionon me donation. Janë $200 milion të mbledhura. Për shembull, takimi me reception me cabinet member, me antarët e kabinetit, duhet kishe 6 tickets, po të pagoje $1 milion. Pra, afërsisht për një person $150.000. Kush ja ka bërë këtë favor dikujt që s'ka asnjë pushtet në Shqipëri Bashës? Apo të Ballo e të tjera? Pra ftesa nga djathtët janë me emër dhe dihet kush kishin. Të tjerët përfitojnë nga një kongresmen, nga një senator, mund të japë një ticket për të qenë aty poshtë. Në rrugë, po këtë ratë nuk patëm në rrugë. Trump i tha që ishte nga problemit ftohtit, nuk qenë nga siguria, unë dyshoj që ka qenë nga siguria, nuk beson të tek. Mar-a-Lago u kthye si Meka e oligarkëve amerikanë, shkonin si haxhi atje për të gjunjëzuar përpara presidentit Trump. Çka ngjarë? Ishin 4 vjet një stagnacion i madh dhe ata që quhen oligark e kuptuan se Amerika po shkon drejt një revolucioni të drejtuar nga Trump dhe duke parë gjithë kalvarin e zotit Trump, sulmet në përgjykata, hakmarrja e madhe, të friksuar se ai në qoftë se ata do të ishin në pozicionin e tij do të merret me hakmarrje, rendin të gjunjëzohen të ai. Ajo që presidenti Biden tha që Amerika po kthehet në oligarki është një hipokrizi. Zoti Biden dekoroi një figurë të ndyrë, oligark si Soros, kriminal i dënuar në Francë, shkatroi poundin britanik njësoj sikur të vjedhte bankën e Londrës dhe kanë nxitur vjedhjet, vrasjet, krimet në gjithë Amerikën ku ka kaluar prokurorët e tij. Kjo është e faktuar. Këta oligark, të cilët i quhen të tillë zoti Biden, janë njerëz që prodhojnë. Elon Musk, e do apo nuk e do, autist me probleme apo jo, është një gjeni. Revolucionarizoi makinat elektrike, SpaceX, raketat dhe Starlink. Bezos gjithashtu bëri një revolucion se si të bëhen blerjet në Amerikë. Zuckerberg ka një revolucion tek Facebooku, por është një figurë kriminale si shto thoshte Steve Bannon. Trump i mbledh këta sepse kërkon që të shpëtojë Amerikën, jo se kërkon të ndaj pushtetin me ta. Ajo që paralajmërimi që bëri Bideni ka një paralele. Kur Eisenhower largohej nga shtëpia e bardhë, tha keni kujdes nga kompleksi ushtarak industrial. Por Eisenhower kishte besueshmëri. Kishte qenë një heroj i luftës së dytë botërore dhe kishte qenë me 2 mandate president. Presidenti Biden nuk ka besueshmëri. Flet kot. Trump, edhe pse mund mos ta njohë historinë, mund mos ketë këshilltar që i dëgjon aq shumë, por ka informacion përmes gazetarëve si Bill O'Reilly, Tucker Carlson, Hannity, të cilët e informojnë. Dhe ai duhet ta ketë mësuar se Roosevelt, përpara luftës së dytë botërore, thiri 3 oligark të mëdhenj, të cilët i urrente, të cilët ishin në ekstremit djathtë, për të shpëtuar Amerikën. Dhe çdo një orë prodhoi një avion ushtarak,
arriti të eksporton të çonte 400.000 makina ushtarake Jeep, prodhuar pra nga Fordi, Hudson dhe një pronar i madh ndërtimish anijesh. Sepse Roosevelt e kuptoi, duheshin për Amerikën. Këtë po bën dhe zoti Trump. Të gjithë e kuptuan se akuzat ndaj tij, nazist, fashist, përbindësh ishin kot. Të gjithë e kanë parë se çfarë ndodhi. Trump mund të jetë miliarder, por ka një common sense, ka një prekje të situatës si njeriu thjesht. Ai e thot dhe e di që ka vetëm 2 gjeni, sepse nuk ka 3 gjeni si shtonin demokratët. Dhe kjo i shkatrojnë fushat. Trump kërkon të mbrojë prodhimin amerikan. Nuk ka asgjë të keqe. Tarifat kanë funksionuar dikur, mund të funksionojnë përsëri, mund të niset luftë tregtare, por Trump ka një strategji. Vetëm pak ditë në Shtëpinë e Bardhë ka krijuar një akses të pamas të medias. Dhe po ta krahasos me Joe Biden, është brillant. Natyrisht që mosha tregon se ai nuk do të jetë si 4 vite më parë, ose si 8 vjet më parë, por përsëri duke krahasuar me Joe Biden është energjik. Amerika është në një moment që mbase Trump për 4 vjet nuk e shpëton dot. Por diçka është shumë e sigurt këtu, që në qoftë se do të vazhdonte edhe 4 vjet me Kamala Harris, do të ishte një shkatrim për superfuqinë e vetme, për rolin e saj ndërkombëtar, por dhe për vetë botën. Ndërkohë, tek inaugurimi thash që Trump ishte brutal ndaj Bidenit. Menjëherë Majta u kundërpërgjigj. Një peshkope episkopale tek katedralja kombëtare është si zakon që bëhet mëngjesi lutjeve të administratës, ishte denigruese, sulmuese, fyese ndaj zotit Trump. Zoti Trump nuk duhet kishte shkuar atje në atë katedrale. E dinte se çfarë priste. Dhe pastaj ai me urrëtie të mëdha ju përgjigj median sociale. Peshkopja është aktiviste. Në rastin e djegëve, bastisjeve, vjedhjeve të llojit, ishte pro tyre. Natyrisht që çdo fetar kërkon mëshirë dhe ndihmë ndaj të varfërve, se këtë e këtove Papa Francesku, por jo në këtë mënyrë që të shkelet ligji. Nuk ka thënë asnjë fjalë për vrasjet, për vjet. Janë më shumë se 5.000 amerikanë që kanë pësuar dhunë, vrasje nga kriminalët emigrantët pa letra. Dhe ajo që i ka trembur shumë është pikërisht që ka 2 gjini. Sepse Trump në fushat ka fituar shumë vota nga kjo, duke thënë që ato, unë jam për ju. Po zbaton të gjitha ato që premtoi. Duke pasur common sense, duke qenë i zgjuar, dhe duke qenë sulmues me urdhrat ekzekutiv, natyrisht që e Majta do ta sulmojë. Por në qoftë se shikojmë, nuk janë vetëm oligarkët që kanë shkuar e ngjënjëzuar të ai. Është dhe media, CNN, MSNBC e largoi presidentin. Sepse CNN-in e shikojnë më pak se emisionet e fëmijëve. MSNBC gjithashtu. Kanalet networke, ata e kuptojnë që Trump i sfidoi, Trump i shkatroi dhe të gjithë duan nga pak pjesë për të gjunjëzuar përpara Cezarit. Pritshmëria është shumë e madhe. Trump do të realizojë çfarë ka premtuar. Davos është një klub i njerëzve që e mbajnë veten të zgjuar, që nuk janë të votuar, nuk janë të zgjedhur. Është një ëndër utopiane në një vend idilik në Zvicër, për të treguar se ata komandojnë botën. Pra ky grup i ngritur në Davos është elita e majtë ndërkombëtare, të cilët përbuzin qeveritë dhe parlamentet e zgjedhura me votë në njerëzve, dhe mendojnë se ky grup i njerëzve të caktuar, këta oligarkë realisht, kontrollojnë botën me rregullat
ligjet që ata përcaktojnë dhe duket se ku ka shkuar rezultati. Kryeministri shqiptar Rama është tifoz i Davosit, foto karagjoze me Alexa Soros, ndërkohë që Davos është tërësisht kundër Donald Trump. Të gjitha politikat e Davos janë kundra ekonomisë të tregut të kapitalizmit sipërmarrjes, pra ato vende që kanë zbatuar Milton Friedmanin në ekonominë e tregut, kanë prosperuar, kanë hecur. Por Davosi, ky grup elitar i të majtës, janë për shkatrimin e ideve të nacionalizmit, hapjes kufirit dhe shndrimin e Evropës pikërisht në një entititet të dobët ekonomikisht dhe të kontrolluar nga elitat, jo nga votuesit, siç ndodh në Amerikë me Trump, me Milley në Argjentinë, janë kundër tyre. Në qoftë se shikojmë BE-n, e cila kur u formua ishte një konkurrente edhe në GDP, dhe përpara 25 vitesh GDP-ja e BE-s ishte thuajse barabart me GDP-n e Amerikës. Tashmë mbas kontrollit të elitës liberale, socialiste, i det e Davosit, GDP-ja e Europës është sa gjysma e Amerikës dhe të ardhurat për frym 60%. Ardhja Donald Trump është një shuplak, një goditje për këtë elit, këtë grup anti-logjik, anti-sens të Davosit. Nuk është rastësi që Rama është aty. Akrobacit e tij, se duke bler heshtjen, aksesin përmes dhënies falas të Sazanit apo llokumeve të tjera të vendit ndaj dikujt që njihet për falimentime të përhershme në biznes, Kushner, nuk tregon asgjë. Nga ana tjetër, një anti-shqiptar pro-serb si Dick Grenell është në çastin e zvetnimit të tij, venitjes pushtetit dhe largimit nga sferat afër zotit Trump. Në ceremonitë të inaugurimit nuk ishte aty ku është sfera e influencës, sfera e ndikimit. Ëndrat e tij se do të bëjë sekretar shteti, mashtrimet e tij si në Serbi, si në Shqipëri, deklaratat e tij që do të mbështesin Ramën, por është dhe për me Berishën, është thjesht për të fituar përfitime financiare nga lobinjit e politikës. Është një lajm i mirë që ky njeri, ky person nuk ka më pushtet tek zoti Trump. Dhe duhet ta dini që Trump nuk është e lehtë të ruash statusin tënd. Fillimisht ka qenë Steve Bannon, personi që për mua e bëri fitues në 2016, edhe pse vazhdon të jetë i djathtë, nuk ka më akses si dikur dhe luan me medjen e tij dhe mbetet një konservator i madh, të jemi realist, por sulmi ndaj Elon Musk ka bërë që ai të sfumohet gjithashtu. Elon Musk realisht është zëvendës presidenti i Amerikës. Është parë në West Wing që në ditët e para. E largoi Vivek Ramaswamin, nuk donte konkurrencë, por ka filluar dhe ai në një deklaratë që zoti Trump bëri për një investim $500 milion për inteligjencë artificiale, Musku tha që ata nuk kanë asnjë lek. Sa do të vazhdojë dashuria e Trump me Musk? Musk duhet, edhe ai është kundër Davos. Pra dhe njëherë, ata që thritën Davos janë kundër nacionalizmit, kundër votuesit, kundër njeriu të thjeshtë dhe janë elitat socialiste, elitat liberale. Fakt që Rama shkon atje, një tjetër tregues që është kundër zotit Trump, fotografia me qitjane me Alex Soros e tregojnë qartë. Një frymë e po vjen. Dhe metalet ishin mbi 1 kilogram. Edhe ishin 6-7 të tilla. Ato çelësat dhe kodet bien në dorë vetëm një personi. Dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynja i blindi, ja tango, edhe sot se në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e Vajkushit, e kishte zanë trau arit. Gjykata e apelit e Senës ka bërë analizën e aktivitetit të Avni Rustemit dhe ka rritur në këtë përfundim. Në shtetet si shqiptar, Avni Rustemi shpallet i pafajshëm presje, do me thënë jo vrasës. Njena e veshi me çarçaf e kaloi. U vesh me çarçaf si grumi s'lym pezën dhe doli.
kanë kënë ata arkapijet që i thënë. Trimër. As qalë, as salë nuk jo. Known as Joe Widenopoulos in my Greek American community. Në Ballkani, në qoftë se Grenell do të marrë pushtet më shumë se ç'duhet na dëmton. Këtë dëgjon më shumë presidenti Trump, Kushner, Grenell apo do dëgjoj Rubin. Ka kalkulime për non-gradën. Ambasadori Bolton ma ka thënë që përpara 4 muajve që teknikisht administrata e re ka të drejtë ta heq. Dhe për mua duhet ta heq. Por nuk dim procedurën se si. Mbase 100 amerikanë shqiptar mund t'i drejtojemi zyrtarisht zotit Rubio, shqyrtohet e njerë sepse këtu është dora Soros, nuk diskutohet. Një sinjal mjaft i mirë është nga zoti Trump me Melonin. Melonin nuk ka ndonjë vlerë të madhe, po përfaqëson të djathtën dhe me Melonin tek politika e Trump largohet Macron, tutori mendor Edi Ramës. Franca ka pasur ndikim keq dashës ndaj nesh historikisht. Me Enver Hoxhën e kanë mbështetur dhe mbështesin Edi Ramën. Është fat i madh që Trump e injoron Macron. Është fat i madh që nuk do të kenë ndikim në Kosovë, nuk i duhet lënë çështja e Kosovës Francës as dhe Gjermanisë, por vetëm Amerikë. Nuk vjen asgjë e keqe nga Amerika. Sulmi madh i Edi Ramës për të vjedhur votat e diasporës. Një shqetësim që kam nga qindra shqiptar amerikan. Ka shqiptar amerikan edhe në moshë të shkuar që janë demokratë në shpirt antikomunist, të cilët nuk kanë asnjë dokument shqiptar. Përse nuk e lejon të votoj? Kanë pasaport amerikan, emër mbi emër, kanë adresë. Pse se pranon? Ose kanë kartë identiteti që ka skaduar. Ti nuk e nje? Këtu, kartë identiteti ne nuk kemi, është ajo patenta, driver license. Edhe kur të mbaron, ke drejt një vit japësh makinës me të. Ndalon polici, do të ka kaluar, duhet të arrijmë në vosh. Pra, PD-ja duhet të ngulmojë te kjo. Rama është i tmerruar. Rama do synoj çdo gjë. Përmes Kushnerit, larg qoftë një takim me Rubion, deri tek zyrat e shtëpisë Bardh përpara zgjedhjeve, por të gjithë këtu duhet të jenë vigjilent. Kjo nuk duhet lejuar, sepse nuk mund të jetë Trump me dy qasje, kur mbështet djathtën dhe të lejoj këto të majtës. Natyrisht që Trumpi është pragmatist, shkon me transaksione, tha që vizitën e parë duhet ta bëjnë në Britaninë të Madhe, se kështu ka qenë gjithmonë. Herën e kaluar si president e bërë në Arabinë Saudite sepse paguan $500 miliard për blerjen në Amerikë. Menjëherë princi i Arabisë Saudite tha do të investojmë rreth $600 miliard në SBA për të siguruar ftesën e parë. Ka nisur përplasja e parë me Elon Musk, kur një grup investitorës të inteligjencës artificiale në mënyrë bomastike nga zyra Trumpit do të investojmë $500 miliard. Musk tha ata nuk i kanë asnjë dollar, nuk kanë. Trump e do Musk, sepse përmes tij siguron mbështetjen e madhe, jo vetëm financiare, por Twitterit, ka ide që ai mund të blej TikTok, dhe është një gjeni, të jemi realist. Është parë në West Wing, pra në zyrën afër presidentit që ditën e parë. Ka shumë pushtet. Le të shpresojmë që fryma nga zoti Trump të vijë në Ballkan, të vijë në Shqipëri, por çdo gjë realizohet nga lojtarët vendor. Dhe kthimi i Berishës do të ishte realisht diçka e madhe, siç u kthye herën e dytë. Mund të kesh kundërshti ndaj Berishës plot, mund mos ta pëlqesh, por kur ke dy Ramën me 12 vjedhje i pa cip përmes administratës dhe tolerimin e madh të bërë nga administratë, dhe Berisha që kërkon diçka tjetër, një qasje pro-Amerikës, reale, dhe ka dhënë disa piketa optimiste si në ekonomi, si ndihmë të shtresave apo rrogave. Kandili Ramës për mua është shuar.
është një person që korruptoi një njeri të FBI-t, është një person që ka lidhje me figura të dyshimta, një person që udhton me avion privat, të cilët i pagojnë $250,000 për një takim partjak këtu dhe shpaku s'bën asgjë. Enough is enough. Mjaft është mjaft. Natë në mirë.